Një tjetër përplasje e fortë ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother Kosova, këtë herë mes Labinotit dhe Klodit, duke nxjerrë në pa tensionet e grumbulluara, akuzat e ndërsjella dhe mënyrën se si loja po kalon gjithnjë e më shpesh në sulme personale. Debati ishte i ashpër, me tone të larta dhe fjalë që lanë gjurmë si brenda shtëpisë, ashtu edhe të publiku jashtë saj. Gjatë debatit, Labinoti ju drejtua Klodit me akuza shumë të rënda, duke i thënë se nuk ke shpirt dhe se nuk je human, ndërsa shtoi se sipas tij, Klodi ka shpirt të zi. Këto deklarata e zhvendosën debatin nga një përplasje loje në një gjykim të drejtpërdrejtë të karakterit dhe njerëzisë së tij. Labinoti vijoi mëtej me akuza që lidhen drejtpërdrejt me mënyrën se si Klodi po e luan lojën. Ai akuzoi se po i përdor vajzat brenda shtëpisë për të kapur primein dhe për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, ndërkohë që sipas tij, jashtë shtëpisë Klodi është i lidhur. Kjo deklaratë ndezi edhe më shumë situatën, pasi preku një temë të ndjeshme, ndarjen mes lojës televizive dhe jetës personale jashtë kamerave. Sipas Labinotit, kjo sjellje përbën hipokrizi dhe mungesë sinqeriteti, duke e bërë edhe më të ashpër gjykimin e tij ndaj Klodit. Ai e paraqiti këtë si një problem moral dhe njerëzor, duke lënë të kuptohet se loja po bëhet me çdo kusht. Pa marrë parasysh ndjenjat e të tjerëve apo pasojat, Klodi, nga ana tjetër, reagoi duke u mbrojtur nga këto akuza, duke theksuar se çdo veprim i tij brenda shtëpisë është pjesë e lojës dhe se nuk ka qëllim të manipulojë askënd. Ai u shpreh se ndjehet i sulmuar padrejtësisht dhe se fjalët e Labinotit janë të rënda dhe të papranueshme, sidomos kur bëhet fjalë për karakterin dhe jetën e tij personale. Banorët e tjerë u gjendën mes përpjekjeve për të ndërhyrë dhe momenteve të heshtjes, ndërsa debati eskalonte. Disa u përpoqën të qetësonin situatën, ndërsa të tjerë preferuan të qëndronin larg, duke e kuptuar se përplasja kishte kaluar në një nivel shumë personal.